Jemi sërish bashkë dhe tani është koha për bisedën e këtij edicioni. Në lidhje direkte e kemi pianistin e shquar Agron Shujaku, me të cilën i do të shpalosim detaje të reja rreth librit e tij të ri, 21 këngë të dashura për piano. Përshëndetje Agron, është kënaqësimet pas në Ekspres. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, nesër me 1 tetor në kryet qytetit të promovoni librin tuaj të ri, 21 këngë të dashura për piano. Fillimisht na trego se sa kohë keni punuar rreth librit dhe si po ndiheni tani që do të jetë në duart e të rinjve që aspirojnë të bëhen pianist. Po realisht ky libër ka realizimi i librit në fund që ka gjatë disa muaj, më saktësisht më shtojnë 6 muaj. 3 muajt e parë kanë qenë në kompozimet, përshtatja e këngëve origjinale për publikimin e adaptimit të piano, për nivelin fillestar. Domethënë, ky libër nuk është kaq për pianist, që synojnë të përbohen profesional, po është më shumë një përmbledhje për të gjithë, edhe për ata hobistë të cilët dëshirojnë të luajnë në piano këngë të mira, të cilat kanë drejt në kujtesën për kolektive, si antologjitë rock, antologjitë për flutet kosovare, si dhe disa këngë popullore, mundu me një përmbledhje për 21 këngëve, me një përmbledhje ato këngë cilat nëse shumë të i kemi dëgjuar na, ose i luajmë për ahingje, ose i përdorim për manifestime ndryshme. Domethënë është këngë që i dinë edhe gjenerata e re, që i kanë dëgjuar për vjetërve, edhe luajnë sot edhe kërkohen. Realisht, ideja e krijimit të këtij libri ka qenë që t'i ofrohet një mundësi për gjithë ata që dojnë me luajtë këto këngë, në pas marrë transkriptura të piano, në mënyrë që ata të luajnë, sepse çdo pianist nuk është i aftë ti luaj këto këngë me vesh, për shkak se luajtja ashtu që i thojnë by heart ose vetëm me vesh, për dikon që më shëtë dëgjon një këngë dhe luaj piano, nuk kupton që duhet pianisti me pas aftësi tjera përveç luajtjes me piano, për të thonë një hyrje solfegjos, veshën zhvilluar muzikor, si dhe mund aftësi për improvizim, një jetë harmonisë, dhe gjitha këto elemente muzikore të ngëshërtohen që me vujtë në luajtë në një. Por shumica e pianistëve që kryjnë shkollën e muzikës, ta quaj, nuk i kanë këto aftësi, dhe unë kom mendu me kriju me plotësu zvrasti, në mënyrë që t'i ofrohet gjithëve një mundësi që t'i luajë këto këngë. Po cili është përmbajtja e këtij libri? Po përmbajtja e këtij libri që e prezantoj pakës këtë libër, këtu kemi të bëjmë me shumë këngë të ndryshme. Unë që i kom përzgjedhur, për shembull, është Valsi i Lumturisë, lidhet me këngë ligjërime, Pranvera në Prishtinë, Tuman Kuqe, Gjamadani Via Via, Me trenët për Prizren, Bjondina, Mallënxhimi, Çaj Italja ime, Bankat shkollore, Bukuria, Kuqezi e te, Ti vrave dashurin, Era e gjunve, Të dua sa të utën e minatorit, Zeshkanja, Gatrix e kështu me radhë. Domethënë, jo mënu me bëni mix të këtyre këngëve të cilat na kanë mbajtur në kujtesë. Një përmbajtje shumë e mirë, po pse ju keni zgjedhur që fokusin ta keni tek muzika tradicionale dhe ajo rock? Po ideja ka qenë për shkak se unë si pedagog i muzikës, përvoj 25 vjeçare në shkollë muzikës, shpesh kom has diskutime me prind, që për shembull na kanë sugjeruar a nuk ka këngë shqipe të aranzhuara për piano, për kinë qenë fëmijët me luajtë këto vepra, jo vetëm repertuari klasik, se shpesh ndodh që e kryj shkolla e muzikës, por asnjë këngë nuk është gjendje me realizu për kësaj trashëgimie të ashtu kulturore. Nuk kom mendu që mi ofru publikut, hobistëve të pianos, po pse jo dhe pianistëve, një mundësi që të luajnë ato. Po sa është e pasur literatura muzikore me vepra të tilla? Specifikisht për piano nuk ka pas
si botimi, kjo është botimi I parë ekskluziv për piano me vepra të tilla. Normal ka pas disa libra tjerë të cilat më shumë janë shkruajt për instrumente tjera, domethënë piano me vokal, piano me violinë, kryesisht adaptime të këngëve popullore, por këto të cilat kanë përfshi risi I këtij libri është që është ekskluzive për piano dhe përfshin edhe këngë rock të reja të vjetra. Me cek për shembull një prej këngëve është edhe Amaneti I Klonit I grupit Troja, jo mundohem me përfshi domethënë jo vetëm të vjetra, por edhe diçka prej gjeneratës më të re. Jo si mësimdhënës për shumë kohë, cilat mendoni si janë mungesat kryesore sa I përket literaturës muzikore në këtë rast për piano? Po, ne kemi mungesë të madhe të aranzhimit të këngëve popullore, për shembull, për piano. Nuk po them që nuk ka, por literatura është e mangët. Mendoj që kompozitorët duhet më shumë të parafrojnë këtë muzikën tonë për mi kompozu veprat që janë për piano, dhe jo vetëm ashtu që unë kom tentu si një kopje të originalit, ta quaj, e aranzhuar për piano, por pse jo edhe me shti elemente tjera artistike, të cilat e pasurojnë veprën dhe lojnë trashëgimi e cila mundet më transformu në classics. Që janë këto shumë klasike. Agron, Kosova është e mbushur me talente në fusha të ndryshme. Sa ka të interesuar ndërterrenj për instrumentin e pianos? Realisht piano është instrumenti I cili është më I kërkuari, jo vetëm në Kosovë, po gjithkohë në Ballkan, domethënë shkollat e muzikës publike, po edhe private, instrumenti më I preferuar I cili kërkohet për nxënësve të ri ose prindve është piano. Domethënë piano është instrumenti që mëse shumë ti fillohet me to, krahasim me instrumente tjera, piano është instrumenti numër 1 I kërkuar si nga prindërit si nga nxënësit. Po, cilat janë sfida që I shoqërojnë pianistët në vendin tonë, qoftë ata të rinj apo profesionistë të kësaj fushë? Po, sfidat kryesore që I kemi është mungesa e sallave, ato janë përmend shumë herë, më thonë, pianistët që janë profesionistë për shembull sot kanë problem po kanë me ingjizu për shembull audio të cilat dërgohen për gara ose për audicione të ndryshme, është pak problematike gjetja e sallës së përshtatshme për ingjizime, po si dhe për koncerte. Ne kemi probleme edhe në Prishtinë, ndërsa në shtete tjera problemet janë edhe më të theksuara, andaj mendoj që këto kushtet e infrastrukturës, cilat dita ditës po përmirësohen, po ka mjaft përshtatje të cilat duhen të plotësohen në këtë drejtim, mendoj që ajo është kryesorja. Tjetra është te literatura, kemi mungesë të veprave shqipe, specifikisht për piano, po foli për kompozitorëve kosovar, po edhe të kompozitorëve shqiptar, domethënë nuk ka vepra shumë, në të vërtetë ndoshta ka vepra, po janë të nivelit më të lartë të luajtë, jam të folë për veprat të cilat janë më shumë për nivel fillestar apo mesatar, kemi pak mungesë të tjera, ose që këto janë dy sfidat kryesore që do të pasion sot pianistët. Po, me që ju kemi në këtë lidhje të drejt për drejt, dua të ndalim pak edhe tek një eksperiencë e juaj e fundit me korin Si Parantom. Fjala është për përfaqësimin tuaj të jashtëzakonshëm në Tajland, ku edhe një herë u përfaqësua në formën më të mirë të mundshme muzika jonë. Si e përshkruani ju këtë prezantim? Kjo ka qenë një prej udhëtimeve më të bukura që I kom pas me korin Si Parantom, edhe si eksperiencë e korit. Kori ka tregu sukses lartë në ato gara. Ne kemi mbri në finale dhe
përveç çmimit të parë që kemi marrë në kategorinë tonë, çmimi special është dedikuar për the storytelling, domethënë Lirisi ka pëlqyer aq shumë libra e kompozitorit Bati Ashari, pakës dhe pakës në Shkëndër, ku përmes performancës dhe koreografisë dhe normal këndimit të mirë, e ka pasqyru një përpjekje të popullit tonë në arritjet e synimeve kombëtare, domethënë çlirimit dhe vujtjeve të cilat kanë përjetuar gjatë kësaj periudhe të udhëtimit tonë si shtet. Gjithçka ka qenë mirë në Tajland, unë jam qenë i befasuar që nuk kom pritur çasmin që me kalu atje. Çdo gjë ka shkuar në rregull, si me organizim, si me paraqitjen tonë, edhe besoj që kemi përfaqësuar edhe vendin tonë Kosovën në mënyrë më të mirë. Po, sipas jush, pse është e rëndësishme të promovohen veprat muzikore vendore nëpër botë? Po, unë mendoj që është shumë e rëndësishme për shkak se ne jemi shtet i ri dhe për shembull kur udhtojmë nëpër vende të largëta, shumica edhe nuk e njohin Kosovën, jo vetëm Kosovën, po edhe Shqipërinë, ja përmend, jemi afër Shqipërisë, jemi afër këtu, as si gjeografi nuk njihemi. Besoj që përfaqësimi flamurit tonë si shtet, po edhe vlerave tona artistike kontribon mjaft në zhvillimin, në promovimin e kulturës tonë dhe vlerave tona kulturore si shtet. Prandaj mendoj që jo vetëm me kohën e separandum, por çdo lloj paraqitje të këtij niveli, besoj që kontribon në promovimin tonë si shtet nëpër botë. Po, cilat janë planet e juaja sa i përket krijimtarisë tuaj? Po, kjo është libri jam i parë, si me thonë, është krijimi jam i parë, ka fillu si një nevojë që ne kom dëgju shpesh pe njerëzve që s'ka një libër që shtot për luj, ose për shembull ka ndodhur shok shpesh kur i luajsha disa këngë për formë improvizative, pse s'pe bën dikush një libër të tillë, dhe kjo ide pastaj më ka lidh kjo ide që të provoj me bo këtë libër. Ky libër mos harroj që është përkrah nga Komuna e Prishtinës, falenderoj për besimin që më ka dhënë për këtë projekt. Edhe mendoj edhe pse kom qenë jo mbonu pak me këtë libër, ka qëndosh më përfundu ma herë, por dinamizmi i jetës e ka bërë vetëm vitin e kaluar i kam kryer studimet e doktoraturës, ajo pakës ka stagnu këtë aspekt, pse atëherë kam filluar librin, që është vitin e kaluar, më ndikon pas disa pauza, verës ku jo marrë me korrigjime, domethënë të shohim si pritet ky libër, ndoshta më vonë do të kem edhe motiv me vazhdu, se përveç këtyre këngëve ndina pak fajtor që si kom përfshirë dhe këngë tjera, po ndoshta në edicionin e dytë do t'i përfshirë dhe këngë tjera, se nuk janë vetëm këto që vlejnë, ka shumë këngë të shumë grupeve të cilat në pamundësi të kohës nuk mujt me realizu, për shkak se pak e kom nënë vlerësu për këtë punë, kom mendu që kom e kry ma shpejt, mirë po çdo punë e mirë, lyp kohë, lyp për reflektim, lyp për zhvillim të idejës, përmirësim, vetëm përmirësimet që kom pas gjatë librit më kanë zgjatur 2-3 muaj, kështu që nuk është një punë edhe aq e lehtë, por në fund masi është përfundu, besoj që ja ka vlejt edhe po kam mesazhe inkurajuese pe njerëzve që po përgësojnë edhe nëse s'po presin me pa librin, kështu që nëse s'po pres edhe nesër me prezentu atje në Kurqës, në ora 7, ku do të promovimin zyrtar.
Agroni, faleminderit shumë për të gjitha këto informacione e ne ju mirëpresim në Ekspres me të tjera projekte. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Ju përshëndes.